Në një lagje të qetë, një grua e vetmuar kalonte ditët në heshtje, duke u përpjekur të ruante forcën shpirtërore pas një periudhe të vështirë humbjesh dhe dhimbjesh që vetëm ajo i njihte. Në përpjekje për të sjellë pak dritë në jetën e saj, ajo bleu disa kristale të vegjël shumë ngjyrash dhe i vendosi në xhamin e dritares së dhomës së saj. Ajo nuk i vendosi për zbukurim, i vendosi që të kapnin dritën e diellit, që rrezet të shpërndaheshin në dhomë si copëza shprese, si një përkujtim i heshtur se edhe ditët me hije kanë burime drite. Një ditë, një mike e saj e vjetër, që po kalonte një periudhë të errët me depresion dhe trishtim, e vizitoi papritur. Ulur në divan, ajo ngriti sytë dhe vuri re një yll shumë ngjyrash që luante në mur. "Çfarë është ajo?" pyeti ajo me një zë të lodhur. Gruaja buzëqeshi lehtë dhe tha: "Është vetëm një kristal që kam vendosur në dritare kur më vjen drita, më kujton se edhe kur unë jam e thyer, diçka e bukur mund të kaloj përmes meje." Mikesha e saj u prek thellë. Në sytë e saj nuk ishte thjesht dritë, ishte një mesazh. Një fjalë pa fjalë, një përqafim i heshtur që i thoshte: "Je ende këtu. Ende mund të ndriçosh." Ajo u kthye në shtëpi me zemër më të lehtë, dhe një ditë më pas, edhe ajo vendosi një kristal në dritaren e vet. Ditë më vonë, gratë e lagjes nisën të vendosnin kristale në dritaret e tyre, pa ndonjë marrëveshje apo organizim. Thjesht dritë pas drite, rrezatimi i një zemre preku zemra të tjera. Mësimi. Një gjest i vogël, pa zë, pa bujë, një copë dritë në një dritare, mund të bëhet shkëndij shprese për ditë tjetër. Edhe dhimbja, kur kalohet me përulësi, mund të lëshojë një dritë që nuk shuhet.